Okej, ndërkohë që Rozana shkon tek makina që do ta kthej në shtëpi, ne do të shkojmë në shtëpi për një dinamike. Ju e jam me ju. Hey, hello! E di për çfarë më vjen mirë sot, që sot më në fund po ndjeheni siç ndjehet publiku nga shtëpia. Pra jeni ratu aty në divan edhe po shikoni nga një gjë ke tjetra, ndjehuni dhe juve pak publik, jo protagonist. Por kalojmë tani tek gjëja që nuk i mungon asnjëherë Big Brotherit, tek klipet me dinamika, tek klipet me histori, dhe si munden ne ta mbyllnim këtë finale pa i vënë kapakun një nga raporteve më të diskutuara të këtij edicioni, një raport i cili nuk na kurseu edhe këto 4 ditët e fundit, gjithmonë kishte dinamika mes tyre. Njëherë pajtoheshin, njëherë largoheshin, njëherë jo po kështu, njëherë jo po ashtu. Ka qenë një raport vërtet shumë i ndjekur, shumë i komentuar, shumë i pëlqyer, po ndonjëherë edhe jo, por mbi të gjitha jam i bindur që të paktën ajo që kemi parë nga ekrani ka qenë gjithçka e jetuar me 100% të brendisë të dyve. Shohim klipin e Egli dhe Gjestit. Momenti i parë që ka hyrë në shtëpi, kur i kam dhënë dorën, kam qenë duke buzëqeshur. Më ka tërhek qëndrimi i saj, shumë e bukur, po në sytë e saj e pafajshme dyqysh. Vetë prezantimi i tij ishte ndryshe, ishte një djalë që s'kishte lidhje fare me asnjë nga konkurrentët, totalisht i çlirët, pa komplekse, isha shumë kurioze ta njihja. E kom ditë që përshtatna me ta, se kur u këshyrsha me ta në sy më sy, e disha që ka diçka. Mbaj mend ku jam afruar tek Vaska, fillon të mlagë. E thjesht në një moment, nga ajo vajza serioze e gjeta veten duke thënë, mbase këtu je edhe për t'u kënaqur. Nuk e di sa të ndodhesh. Kom rënë dashni, pa ty se di lezetin jetës. No, ka shti shumë kesh më në dashni. Qyshe kam një farë ndjene që kom u martu me bika që të vetë. Ngacmoj një mendim nga brenda që mua më bëri për të qeshur edhe për të shku pak më thellë. S'tu me të bo keq. S'po më kupton ka njerë, po thonë kom nevoj me najt vetë. Edhe pse më pëlqen shumë me najt me të ndite kësha ne. Pse me bipolaritetin tënd të merrem, kur do ti, si do ti. Më zhdo të vëtan. E dashu ishe. U kry. Menime në shumë, menime të këqija në kry ka pas negative. Ka dasht me bo vit çka i ka thonë kryteve, edhe ka dasht me menu vit çka i ka thonë trunive. Pse e fshiu atë timet të pasqyra atëre, kur ngjiti këtë terren? Për çfarë e fshiu? Egli! Po Egli! Koko! Egli! Për çfarë vjen? Unë them hik ti vjen prap. Çfarë do të rregullosh? Janë thënë të gjitha. E ndjeja qika, e të kuptuar, kam diçka për atë qikë. Nëse isha kthy mas, kisha dash me ndryshu sjelljet e mia, edhe sjelljet e asaj. O, manipulues si poster! Si po të ngacmoj unë ty që kur kam hyrë? O, ti, nuk kjo më në faj, për sane që t'ka ndodhur psikopote! Ku pas sa më të shpifu në jetë, po kam me vjellë. S'ka bë njerit në dhije më kesh në jetën time, never! Ma që do të bëhem unë të? Mu më pret dikush jashtë, që që mos më thonë. A ka shpirë kë njeri! Du ta në shpirë, solte! Po Nalo, mos më mjek mas, po Nalo! Po Nalo! Po Nalo! Mua ma bën ti këta! Nalo të tone, Nalo të shak të tone. O mari mami, përësisht gjithave, nuk kam lujt asë një ditë vetë, me që ku kam fshyrë në këtë shpirë. Kur erdha këtu brenda, unë e kisha marrë natë dhe mua ditët e para nuk më hynte në sy, po ai ka një aftësi të frikshme për të bërë ta besosh dhe për të bërë për vete. Për qofi, as për qofi. Po Egli jem, se s'po foli me mu, qysh për 9 dit dashnia ko ka shku.
Am ke thonë që e shumë të edu. Dua dhe unë pak vetën time, apo? Vetëm ty. Zënja tako? Jam zonjosh. Zonjësh kur martohet. Jam zonjosh, zemër. Po e martume është kjo? Me kë jam e martuar? Kjo është e martume me Kingin e Hollywoodit. Kush është ky? Une. E ka mërë mojë. Jo, Të përën. e zero. Unë e di që ti të ka mërë mojë me fletë. Mirë. Vazhdo programin. Gjdo në aty, në e di që ti më kujtan mu. E lash totalisht në dorë të emocionit edhe më vuri për poshtë. Nuk e shoh si një dasëm thjesht simbolike Big Brotheri. Për mua është një finalizim i një sakrifice të madhe këtu brenda. Edhe me këtë fustani, Ti s'ki pozito, bab. Po ti kështë është s'ko që ndene. S'pëlqen ty? Një do të bëra. A hinë e fele da. Shumë thellë, nuk s'mata. Ke bërë njerë një gafë shumë të madhe me një gjë në trupin tim, s'ta lejoj më. Që hinë fele, mërë o egli. Desha me më bë mu keq, unë e pas kam gjoksin e vogël, pra nuk ka qam del mu Me bon ty gjithsesi. keq. E ke pas një kompleks të vetja, që tonë se pas na ditë Nuk e në falë kam shumë, kompleks kur tek njetë mos vetja. bëj kësi batuta. Edhe unë e kam kompleks të gjën. Po tani jo ta thot djali që ken krah. O shkesh me pas gjëkës të vogël? S'po kuptoj vallaj. Kjo që 4 muaj me mu mësu me mu me hajgare më valla. Ja keq, një tip si ti s'mund me ndëru mu jashtë, o vëlla. Edhe di që s'munem, shtraj, tong, Njefti mua nga jashtë. shtraj. Më njeh. Po të një këtu. Ti dukesh je i pangopur. Oj, zemër. Ti dukesh je i pangopur. shpirtve. Ti që flet për mua. O lokumi jam. Ti që E flet di, për unë mua. jashtë, ti që e gjendje me boba. Ti që flet për mua. Nuk e di që shmut me ndërshu, jo mrena në shpe, egli në një vishitu, nuk e di që ndodhë. A më gjesti, Vaj, pas kem lonë nomin, o vëlla. Shumë. komplet si filmi Mr. and Mrs. Smith, varianti pa buxhet. Po pas kem kriju filmër, o vëlla. Tani, ajo që ne në një kuptim duam të kuptojmë është, sepse unë e thash në nisje, që të paktën edhe mua personalisht më duket sikur të dyja anët e medaljes, edhe kur përputhen, edhe kur nuk përputhen janë të vërteta. Dhe e gjithë çështja është në këtë moment final që ju të dy nuk do të jetoni më në atë ambientin aty, në atë ekosistemin e sigurt, të pa ndikuar nga jashtë e tjera me radhë, duhet të kuptoni ku anon peshorja, a anon më shumë nga përputhshmëria apo nga mos përputhshmëria? Ua, 50-50 e ki. 50-50 ngellën prapë, Halakon mirë. S'po di. Po apet e fundi ke mirë. Egli? Po, Së parë njerë, Ledion, faleminderit shumë për gjithë klipin. Do jetë një kujtim shumë i bukur. Përsa i përket vazhdimit të kësaj historie jashtë derës Vodafonit, besoj që nuk më ngelet asgjë për të thënë. Si që kam thënë edhe këtu brënda, kam sakrifikuar, mendoj, jo mjaftueshëm, po përtejt mjaftueshmes, për të treguar që jam me të edhe që jam jo mirë kuptuese, po ndonjëherë duke gabuar shumë rënd dhe duke dhënë një mesazh shumë të gabuar, duke qenë më mirë kuptuese se ç'duhet. Dhe nëse përgjithsin kjo akoma nuk ka qenë mjaftueshëm dhe nuk ka qenë një dorë që e ka shtrënguar dhe i ka treguar që nuk do jetë pengesë për të, nuk kam absolutisht as minimumin e dëshirës për të bërë as një përpjekje më tepër për këtë marrëdhënie. Më dhëm shumë, por jeta vazhdon dhe në rast se dëshiron që të shohë drejtimin e tij kur dali nga kjo shtëpi, unë po ashtu do shoh timin shumë e lumtur me kokën lart. Qartë, në një situatë që kamerat nuk do të ishin prezente, Gjesti Egli, si mendoni, do e kishin ndihmuar apo nuk do kishin ndryshuar gjë nga ato imazhe që sapo pam? Do të përgjigjesh apo? përgjigje një herë, përgjigje. Nëse
Po flas për veten këtu, po se jam vajzë, nëse mua më ka penalizuar, le të themi, diçka këtu brenda, ka qenë pikërisht se nuk kam pasur një filtr përballë kamerave. Se cila marrëdhënie ka ulje ngritje, se cila marrëdhënie ka debate, ka keq kuptime. Dhe ndonjëherë kur je këtu brenda është shumë e vështirë të ndash lojën nga e vërteta dhe ke shumë pikpyetje se pse po ta thot diçka apo pse po e bën një veprim, duke marrë parasysh edhe qëllimin shumë të rëndësishëm të Gjestit në këtë shtëpi për të luftuar për ta fituar këtë Big Brother. Kështu që do ishte kjo e vetmja gjë që jashtë nuk do ishte më një luftë për të fituar 100.000 euro, më kupton, do ishim vetëm ne të dy. Për ty, Gjesti, A unë që kësha ndryshu këtë marrëdhënie? jo, ta kanë fjerën, a kanë, si kur të mos ishin kamerat, do ishte më e thjesht, do kishte më shumë momente të bukura mes ju të dyve? Do ishte njësoj? Jo, njëjtë. Do ishte njëjtë? Qysh jam jashtë, njëjtë edhe marrë në 100% vetja. Kështu që s'm vjen keq me qitë veten, ka ndodhur që ka ndodhur mes neve, kena pas shumë keq kuptime, shumë gabime, po kur njët loj, me pa bo loj, kisha bo këtë interesant. Si me tjerë që këmë bo këtu mrena. Atere, mendimet e Arbit dhe Nedës në këtë finale për këtë dinamik që ka qenë një nga dinamikat më Deshta mi thonë që... të qëndrueshme në mënyrë të pa qëndrueshme. Arber, Ledian. Po, deshta mi thonë Eglit që edhe ja kumë thonë edhe ma heret, jëmë krenari që është në finale edhe shumë faleminderit për krejt. Në fund ja rekën. Pra, po thoja, ka qenë realisht një nga marrëdhëniet më të qëndrueshme në mënyrë të pa qëndrueshme, një konstante që varionte tërkohës, Neda. Po, e pa qëndrueshme. Edhe e pa besueshme që varionte edhe këto ditët e fundit. Do me thënë mua kur shikoja Instagramin, shikoja transmetimet e kanaleve digital, bitet e shikoja që janë zënë, pastaj pas 2 orë shikoja që putheshin, pastaj janë zënë pra, pastaj nuk e kuptoja shumë çfarë po ndodhte. Ishin fiksus për t'u parë. Të paqëndrueshëm në qëndrueshmërinë e tyre, kjo është ajo. Shiko, Ledion, unë mendoj, Egli po bënte një diskutim shumë interesant, dhe unë mendoj që në aspektin njerëzor dhe gjithë ne që kemi marrëdhënie të gjata, dashurie, edhe me vite nuk na dalin për të njohur njeriu që kemi në krah, dhe nuk mjafton për të kuptuar se çfarë duam ne nga njeriu që kemi në krah. Dhe unë realisht nuk e di, sepse unë nuk jam në zemrat e tyre, nuk jam në qasjet e tyre, nuk e di si do jetë kjo histori pas Big Brotherit. Ama një gjë e kam shumë të qartë, që Egli dhe Gjesi kanë qenë kryefjalë me marrëdhënien e tyre këtë edicion dhe ja dolën bashkë të mbajnë publikun bërthyer pikërisht për të zbuluar atë që do të ndodhë për te Big Brotherit. Po, dhe këtu na e lanë, pra nuk është se solidifikuan diçka brenda, pra na lanë me syt jashtë. Por, me qënë se fjala e Eglit dhe Gjesti, fillon një program i ri, që quhet Big Brother jashtë shtëpis me Eglit dhe Gjestin, pra do keni prap kamera 24 orë. Inshallah, shumë e kam mirë, inshallah. Gjesti... Po, ju nuk e dini, ato janë kamera të fshehta, ju nuk do i dini ku janë. Do zëla kështin trup dikun. Po. Gjesti dhe Egli, padyshim kanë qenë 2 element të rëndësishëm në këtë edicion. Të 2 të veçantat e veta, Gjesti për energjin, durimin dhe objektivat e qarta, Egli për këmbguljen në gjërat që do. Si qift, besoj se kanë kaluar disa sfida të vështira brenda shtëpisë, por sfida më e madhe në këmbvështrimin tim fillon pas natës së sotme. Absolutisht. Për raportin e tyre. Që do kemi shumë që të flasim javën e ardhshme në post Big Brother. Uroj që tek festa të na vinë bashkë, edhe që martesa të mos jetë mërzitur kaq shpejt. Arber, inshallah se kam parë, dua të kujtoj në fakt një fjalë tënde në atë natë që më bërit ndjesha shumë mirë edhe prandaj kanë ndodhur ato debate ditët e tjera, se unë kam shprehur që për mua nuk ishte thjesht një dasëm simbolike Big Brotheri, unë isha përballë njeriu të cilit i kam shprehur ndjenjat këtu, kështu që kishte një peshë tjetër emocionale. Edhe e kam parë veten time për herë të parë të veshur me vello dhe me fustan të bardhë. Dhe më ke thënë një fjalë atë natë kur më ke takuar, më the, hajde se po ashtu rrugën për Kosovë do e bëjmë bashkë. Edhe duke ditur që edhe partnerja jote është e Kosovës. Sa cute! Bëjmë qik muhabet rrugës, për shtyr. Sa mirë! Dhe po thoja, inshallah i ka dhe Gjesti këto mend.
More vesh gjesti, ja e zgjidhëm dhe këtë muhabet. Qofsha unë i hajri që të kam përcjell. Allohi. Kjo pastaj Dolim dhe Në shkojnë. vazhdën e kësaj, duke qenë se çifti dukeshit shumë bukur kur udhtonit me atë makinën edhe zbulonit kryeqytetin, dua t'ju them që kam një lajm të bukur për ty, por jo vetëm, meqense kërkoje një xhiro me atë që quhet BMW X6, Momo Rent a Car, ta ka plotësuar dëshirën, mund të përdorësh atë makinë për një muaj falas pas finales. Të njëjtën gjë mund të bëjnë edhe Egli, Rozana, Laerti, mund të përdorni nga makinat e Momo Rent a Car falas, ju zgjidheni vetë se kush ju pëlqen. Momo Rent a Car, faleminderit shumë. Super, faleminderit. Faleminderit Momo Rent a Car, ndërkohë është duke ardhur Rozana në shtëpi, kështu që po ju lë të takoheni me të. Po, ledjat, po. Okej. Hajde Rozana, rodi, ka i fladikoj. Hajde, mëre nube. E pe babin tim? E pe babin tim? Po, zemre, këshim bo me ashtu. E pe sa i mirë? Po. E pe? Allah, to zemre. Në shumë, një shumë emocione, shumë emocione. Faleminderit. Shumë emocione. Ok, do të më oksishte. Me që të bëj? Do të më oksishte. Ma knaqe zemër.